Khawarij janë domethënë shembulli i keq. Se Khawarij janë të parit që nuk i respektuan dietarët dhe filluan t'i godasin dhe t'i sulmojnë, dhe jo vetëm kaq, po ato fyrjet, goditjet dhe sulmet kaluan edhe në sulm fizik dhe vrasje të sahabëve të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Do të thonë Khawarij e kanë shkel këtë bazë madhështore që në fund, si pasojë të atyre goditjeve dhe sulmeve nga ana e gjuhës, kalojnë në sulm fizik dhe në vrasje, që e vran njerë Uthmanin radiallahu anhu dhe e vran domethënë Aliun radiallahu anhu. Nga ku filloi domethënë duke fol kundër ata, duke mos va njeh vlerën tyre, duke mos i respektu. Dolën në fund kundër dietarëve. Se dietarët gjatë kohës së sahabe kush ishin dietarët? Shokët e pejgamberit alayhi salatu wassalam, dhe në krye domethënë ato 4 khulafa ar-rashidin. Ata 2 prej khulefave të rashidinve i kanë vra, Uthmanin radiallahu anhu dhe Aliun radiallahu anhu. Prandaj një rruga e mos respektimit të dietarëve dhe mos njohja së vlerës së tyre është rruga e Khawarijve.